إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjitha falendrimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Tek ai pëndohemi dhe vetëm atij për ulemi dhe nështrohemi. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga tek këqijat e vetes sonë, si dhe nga tek këqijat e veprave tona. Me të vërtetë atë që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë s'ka kush që humb, ndërsa atë që lën në humbje nuk ka kush që udhëzon pas tij subhanahu wa ta'ala. Dëshmoj se Allahu është ai I cili meriton të adhurohet me të drejtë, I cili është I vetëm dhe I pashoq, si dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I tij. Salavatet Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fjala më saktë është fjala Allahut azza wa jall, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I profetit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të urryera janë risit, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrt e xhenemit. Fillimisht e këshilloj vetveten e pastaj edhe juve me frikë, devotshmëri dhe për ulje ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga se kjo është porosia e Allahut për gjitha krijesat që nga njeriu I parë deri tek I fundit. Që doni afroni kështu pak, se jeni çështu si larg në pjesën tënde. Keni arritur deri te fjala bile dille, nëse s'gabej e ke marrë, po marrim prapë për me lidh me pjesën tjetër në vazhdim. Fjala bile dille, do të thonë shumë si fjalës delil. Do të thonë delil. Sheikh Abdulrahman ibn Qasim al-Najdi rahmetullahi alayh, kur fol për këtë çështje thotë, ele dille thotë xhamun delil, shumë si fjalës delil. Delilun njësi. Wa dalilu huwa ma yusallu al-matlub. Ma yusalu ila al-matlub. Do të thonë është për qëllim argumenti, përmes të cilit njeriu arrin tek ajo që kërkohet ose synohet. Thot fihi isharatun ila annahu la yuslihu fihi at-taqlid. Kur ka argumente, do të thonë kur argumente, gjenden argumentet, nuk është I vlefshëm taklidi. Taklidi me pasu dikon me përkthyer bokfalisht verbërisht, pa argumente, pa fakte. Pavarësisht në çfarë mesele, në momentin që rrin argumenti, do të më marrë argumenti. Pavarësisht në pozitën që ka njeriu ose gradën e diturisë që posedon, kur më rrin argumenti, do të më marrë argumentin. Edhe pse në përgjithësi ka dietar që lejojnë, për shembull me kom pasues I një mëdhëbit, me bë për shembull taklid në fik, në mëdhëb, po e lejon për ata të cilët nuk kanë mundësi me hulumtu ose me gjetë argumentet. Mirë po, secili person, pavarësisht shkallës së tij të diturisë që ai e ka, në momentin që brin argumenti, do të më ndjek argumentin, nuk bën me bë taklid, nuk bën me bë pasim, do të thonë të verbën. Mirë po këto çështje, në këto s'bën me pas taklid, këto do të më ndjek argumentin. Njohja Allahut, njohja pejgamberit sa njohja fesë, këto duhet me njëk argumentin. Edhe këto janë argumente të thjeshta, ose që më thënë të lehta, nuk kanë diçka të komplikume. Mirë po, vetë fjala që ka thënë bile dille, do thotë me argumente, do thotë që duhet çdo mos me njëk argumentet. Pastaj thotë Sheikh Abdulrahman ibn Qasim al-Najdi rahmetullahi alayh, wal amalu bi ghayri ilmin, të vepruarit pa dituri është tarikun nësara, është rruga e krishterëve. Nëse çka nën kupton, nuk lejohet me vepru pa argumente. Po këto çështje, njohja Allahut, njohja fesë dhe njohja pejgamberit sa këto janë akide. Këto çështje duhet shumë me pas kujdes njeriu. Pastaj thotë wal ilmu bila amalin tarikul yahud. Kurse dituria pa veprim, pa bën, do të thonë pa praktiku, është rruga e jahudive. Kështu që njeriu duhet me pas kujdes për këtyre dy gjëra.
E para, mos më rran rrugën e jahudive, në rrugën e krishterëve, më thënë mos më qenë i paditur. Dhe e dyta, me pas kujdes se mos më rran rrugën e jahudive, me pas njohuri, mirë po mos më praktikuat. Kjo është shumë e rrezikshme. Më thonë kjo është shumë e rrezikshme. Më thonë sa i përket kësaj me argumente, kjo do të thotë e ka për qëllim njohjen e Allahut, njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohjen e fesë, dinit Allahut azza wa jall. Ka thënë Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi një pozitë të njohur, el ilmu qala Allahu qala rasulu. El ilmu qala Allahu qala rasulu. Dituria është ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij. Më thonë kjo dituri, nuk ka dituri me ditë njëri shumë. Do më thonë që apo dirë në gjëna të ndryshme, ose nuk ka dituri me përmen fjalë filozofëve, historianëve, e kështu shkencëtarëve ose intelektualëve të ndryshëm. Pastaj thëtë, kale sahabetu e treta, kale sahabetu hum ulul orfani. Dhe ka thënë Allahu, ka thënë i dërguar i tij, ka thënë sahabet radiallahu anhum, sepse ata janë posëduesit e vërtet të kuptimit. Më thonë, ata janë cilët e kanë kuptuar më së miri çështjen. Dhe kur thuhet për çdo mesele, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sa, pastaj ka thënë sahabet radiallahu anhum, më thonë kjo aludon që njeriu ka njohuri për çështjet, më thonë në mënyrën më saktë ose në mënyrën më të mirë, të mundshme ose në mënyrën e mirëfill. Pastaj thotë me l'ilmu nasbuke lil khilafi safahatan bejnë rrasuli ve bejnë rëj fulani. Më thonë nuk është dituri që nga menjeletësia me një kriju një barikat mes fjalëve të dërguarit dhe mendimit të filanit. Çka ka për qëllim? Nuk është në rregull, nuk është dituri ti me lën fjalën e alimit, e pasane me lën fjalën e pejgamberit sa dhe me fjalën e një alimi të caktuar. Sikur që bëjnë njerëzit si janë pasues të mëdhëve ose janë pasues fanatika në ulema të ndryshëm i thu ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij, megjithatë nuk e merr atë, e refuzon. Ka raste ndryshme që kanë ndodhur gjatë historisë islame kur ju ka thonë ajetet ose hadithet nuk e kanë marrë. Ose kur i kanë pa librat me ajetet dhe hadithe i kanë refuzuar. Më thonë i kanë kundërshtuar. Kështu që është rasti më konkret librat e Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahmetullahi alayhi. Shpesh kanë ndodhur i kanë refuzuar ato. Po kur ja kanë hek librës kopertinat, edhe ja kanë dhënë librën, kanë thënë merr lexo. Masi që e ka lexuar librin, ka taku mas disa kohë, kur thot nuk më lexu libër më të mirë se sa ky libër. Se ka pa veç me ajete dhe me hadithe. Veç me ajete dhe me hadithe, që kemë cekim fillim që thot Sheikh Abdurrazak al-Badr, vjet Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, këtë libër ka bo gjem dhe tërtib. Me voni shumë e ka përmena dhe dy që është të tjera shtesë. Gjem dhe tërtib ka bashku dhe ka rendit. Dhe thot nuk e ka sjell për vetës. Këto, as librën Kitabu Tauhid, as libra tjera, po të më thëmë kretë me argumente. Kjo është rruga e selefit edhe rruga e Ahlusunetit, cilët çdo gjë që e shkruajnë vetëm me argumente dhe qëllimi i tyre është njerëzve më rrije vërteta. Me dhuru Allah në zëvgjel në dritën e Kuranit dhe në dritën e Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Sheikh Abdurrazak al-Badr hafidhullah, هذه المعرفة كنيوهية لما تنيوهيا فيس نيوهيا الله بيعمل أساسا ذا فيس لا تكون مبنية على هواء أو على ذوق أو على تجربة نيوهيا كنيوهيا nuk mund të arritet më thonë si pas dëshirave, epshit njerit, shijeve të njerëzve ose përvojës, eksperiencës. Sepse ka njerëz në çështje të fesë na kena provu dhe na ka dhënë rezultate dhe po vazhdojmë kështu. Kjo është gabim. Sikur që janë këta rukje gjitë. Shpesh thonë e kena provu, po ka bazën Kur'an Sunet pejgamberit sa a ka bazën në fjalët e sahabëve radhiyallahu anhum? A ka bu dikush pi selefit? Jo. Po çka? Thonë e kena provu bi tajrube. Thabata bi tajrube thonë ata, është vërtetuar me praktikë, me eksperiencë. Po ndinin Allah te zotël jo, nuk ka kështu. Dinin Allah të zëvgjel ka vetëm me argumente. Pastaj disa tjerë bazohen në tregime. Çfarë tregime? Ka thënë filani, ka thënë fiseku. Kem dëgju pi ati, kem dëgju pi ati. Këtu në dinin Allah të zëvgjel nuk shkon kështu. El ilmu, kale Allahu, kale Rasulu, kale sahabe,
Dituria është, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij, dhe kanë thënë sahabët radhiyallahu anhum. Domethënë kur bëhet kështu në këtë formë, atëherë jek me kuptu se ky njeri është duke mësuar diturinë, edhe duke interpretuar diturinë, edhe duke praktikuar diturinë, duke u bazuar në argumente që janë të bazuara nga libri i Allahut dhe nga suneti i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam ya'tasim bihima dal. Dhe ai i cili skapet për këto dyja, për Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të thotë vetë ka deviju. Nuk ka mundësi Islami, dini i Allahut azza wa jall, mos shpjegu me fjalë filozofëve, me fjalë historianëve, me mendimet njerëzve, po duhet mos shpjegu, duhet mu bazu çdo herë vetëm në atë që është në Kur'an, sunet dhe fjalën sahabe radhiyallahu anhum. Ka një thënie dietarëve thuhet kayfa yuramu al-wusulu ila ilmi al-usuli bighayri ma jaa bihi ar-rusul. Do të thonë kayfa yuramu al-wusul ila ilmi al-usul. Si ka mundësi, do të thonë me arrit te dituria, te bazat e diturisë. Ilmu al-usul. Do të thonë është për qëllim jo tash në usul, fika kështu, por është për qëllim të ato që kanë bazat kryesore bighayri ma jaa bihi ar-rusul. Duke mos u bazuar në atë që ka sjell pejgamberi sa nuk ka mundësi. Pse? Për çdo çështje ka ardhur Kur'an dhe Sunet. Taraktu ka ardhur ilaçi, taraktukum ala shay'ini. Do të thonë nuk më lën dy gjona, ju kum lën juve dy gjona. Do të thonë çka në Kur'an dhe Sunet. Lan tadillu abada ma intamasaktum bihima. Kur s'do të jeni të humbur derisa të bazoni aty ne. Do të thonë kujna bazohen Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe është e pamundshme që njeriu me mësu fen dinin Allah azza wa jall nëse nuk bazohet në këto dy gjëra. Pastaj për me realizu më të vërtetë, me plot kuptim, njohjen e fe Allahut, fesë dhe pejgamberit e tij sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi njohje të saktë dhe të mirëfillt vetëm duke u bazuar në sunetin, në fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Ibn Taymija rahmetullahi alayhi, është një fjalë e njoftun e tij, wa man faraqa ad-dalil dalla as-sabil. Wa man faraqa ad-dalil dalla as-sabil. Kush i ndahet argumentit vetë ka humb rrugën. Do të thonë, ti nuk je mundish me ndjek rrugën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose rrugën që ka bërë Allah azza wa jall legjitime në Kur'an dhe pejgamberi sa sunetin e tij vetë me argument. Pastaj ka thënë wala dalila illa ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Dhe nuk ka argument vetë ajo që ka sjellë i dërguari i Allahut. Dikush mund të më thonë se ka cek Kur'anin, por ka cek vetëm sunetin e pejgamberit sa. Kuptohet, ajo çështja e Kur'anit nuk diskutohet. Mirë po, suneti i pejgamberit sa është sharruesi i Kur'anit. Sepse në Kur'an çështjet bazike, shtyllat e Islamit, që është shtylla kryesore mas shahadetit namazit. Sikur mos kishte qenë suneti i pejgamberit sa, ne s'kishim mujt me kuptu. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sa utitul Kur'an wa mithluhu ma. U ka dhënë Kur'ani dhe diçka ngjeshme me ta. Ç'është për qëllim është suneti. A suneti është shpallje pe Allahut azza wa jall, mirë po është formë tjetër. Kur'ani është kelamullah, fjala e Allahut, kurse suneti është shpallje pe Allahut azza wa jall që Allah azza wa jall ja ka pejgamberit sa ja ka inspiruar. Kështu që nuk është përmend Kur'ani, përmend suneti pejgamberit sa sepse kryesisht suneti e sjanon Kur'anin. Kur'ani është Kur'ani pa sunet nuk mundet, pa dhe suneti pa Kur'an. Pse? Se Allah azza wa jall ka urdhëruar me marr sunetin, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Çka t'ju japi dërguari, merrni, çka t'ju ndalon ai, largojeni, përmbajeni asaj. Dhe thot, kjo fjalë men faraqa dalil dal as-sabil wa la dalil illa ma jaa bihi ar-rasul alayhi salatu wa salam. Do të thon kush e braktis argumentin ose i ndahet argumentin vetë se ka humbur rrugën dhe s'ka argument vetë ajo që ka sill i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është argument shumë i qartë. Nëse është thënie fuqishme për Sheikhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alayhi se nuk mundet njeriu me njek rrugën e Allahut dhe rrugën e pejgamberit sa vetë duke u bazuar në argumente. Pastaj ka thënë Allah azza wa jall faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Kush i përmbahet udhëzimit me argumenteve, fala yadillu wala yashqa, ai nuk do të humb
pas nuk është i fatkeq. Më thonë, si shkak i pasimeve, do më thonë, shpëton për këtyne dy gjonave. Edhe për i devijimit, pas nuk është fatkeq. Mafhumul mukhalefa, kuptimi kundërt i këtij, do të thonë ajeti kuranor është men lam yattabi hudallah wa wahyihi fa innahu yadil. Sa shehu ai cili nuk e pason udhëzimin e Allahut dhe shpallin e tij, fa innahu yadil. Do të thonë devjen. Edhe shumë e lehtë është, edhe shumë e qartë. Shehi njerëzit, cilët nuk e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mesele të ndryshme, po konkretisht në një mesele që dallon shumë selefit ose elusenetin për i xhabarijve, i khanë musliminve, sururive, kështu me radhë, për shembull në tat volatul umur, bindje ndaj pushtetarit. Argumentet janë shumë qarta në Kur'an, po ka dhe hadithe të shumta, sidomos të Sahihul Muslim, edhe Sahih Buhari në vende tjera, po në Sahih Muslim ka shumë hadithe të sakta që flasin për këtë mesele. Po ata cilët se pasojnë argumentin, i akuzojnë selefit, ju jeni me të khali, rabiov, sa, dhe me thonë, veç s'ka, pëse thonë du të me i respektu për shtetarë. Po, kjo rrugë është rrugë e pejgamberit sasam, rrugë e sahabe, radiallahu anhum, rrugë e imamve të hershëm, për ty në imam Ahmedit, rahmetullahi alej, pavarësisht torturave që i ka pas, pavarësisht famës madhe që i ka pas imam Ahmedi, në kohën e ti, ka bo sabër, ju ka bin prisit, nuk i ka nëzit më qunë kërëngritje, edhe ka pas përkrahës shumë, ka mujtë me nëzit, përkrahësit në kohën e imamve të hershëm, edhe gjimati tyne nuk o konë si këtë kohë, kam prezentu në ndërset e tyre me mija nëzansi, kërkus të dijes. Dhe që rasti konkret është rasti imam Barbaharit, rahmetullahi alej. Aqë shumë thëtë Sheikh Saleh Ali Sheikh, ka pasën me gjlisin e ti, në tubimin e ti, kërkus të dijes, sa që kanë thënë jarhamukallah, ku ka të shtit, ka mri prisi i ati venit ka qenë në kopshtin e ti, në borrin e ti, ka të dëgju të thonë jarhamukallah, Allah e më shiroft, ka thënë për çka? Ka thënë ka të shtit, filan alimi, edhe kuj ka thënë jarhamukallah. Më thënë, qëtë shumë ka pas për kërë, nuk o konë si kërë në sodit. Dhe më thënë, atër s'ka pas teknologji, se në pajisje moderne, që ka në këto gjëna tjera që përcjellin njerëz përmes sistemeve ndryshme, mundësive ndryshme, po kanë prezentuar shumë. Edhe në kohën e Imam Ahmedit ka pas xhamat madh, ka pas përkras madh, po megjithatë ka thënë ad-dima, ka thënë më ruaj gjakun. Mos më bëj gjak derdhe, e kanë ndaluar khurujin, kryengritjen. Për çfarë arsye? Selefit nuk i përkrahin këto gjëna, sepse këto janë ide të xhabarijve. Që shtet Ibn Kathir, rahmetullahi alej, në Tarihur Rusul, në libër ti, thot, më së parit që ka fillu kjo rrugë, ka qenë të Persandët dhe të Romakët. Më thonë me rëgju për shtetarët, më qënë korugj. Pse? Su ka pëlqyë me rëgju. Me heka ato, me bukur shtash, me punë tjetër. Po të musliman, nuk ka kjo rrugë, zgjidhje. Këtë rrugë të musliman të mas parit, e ka më khavarisht. Po në këtë shekull, thirrja se i të Kutbit. Më thonë, në kohën e muslimive, e ka rinjallë këtë. Më thonë trashëgimi të keqe dhe bo shkak më bo gjakderdhje në mesin e muslimanëve. Për këtë muslimanët kanë obligim me pasu ajetin, me pasu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me ndjek, më thonë fjalët e sahabëve radhiyallahu anhum kështu me radhë për shkak se kjo është ilaçi. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadilu kitab Allah wa sunnati. Ju kam lënë dy gjëra, ju në mesin e juaj. Nëse ju kapim për to, s'do të jeni të humbur. Ato janë libri Allah dhe suneti im. Ky hadith ka në disa transmetime, disa lafza ose rivajete. Po këtë aludojnë që shpëtimi është në Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bile Sheikh Albani rahmetullahi alej e ka pas një debat me disa njerëz. Ka pas shumë debate, po një herë ka pas një debat për çështjen e problemeve në umet. Dhe i thotë ilaçi është në dorën e muslimanëve. Ku është ilaçi? E kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe cek hadithin transmetimin e ngjashëm me këto që cekëm. Do thonë ku? Kurani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye, muslimani duhet me pas shumë kujdes, me bazon Kur'an, me bazon sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe me kushtu kujdes të veçantë këtyre tri parimeve sidomos, që më njoft, me njohje të detajizuar. Pastaj milon ato çështjet e mënyrat rrugë të xahiljetit, rrugë të ignorancës. Dikush i duket çudi, që s'ka mundësi hoxhallarët ose davexhit ose njerëzit më marrin këto gjëra.
Me vesh të mi e kum dëgju, me sytë e mi e kum pa video. Ku një hoqë, me zo, nëse në vend që ta nisë ligjeratën e ti me një ajet, me hadith, fjallë selefit, sahabe ose fjallë të imve, djetarëve të hershme me Abu Hanifes, Malikut, Shafiut, Ahmed ibn Hanbal, rahmetullahi alejhi, ma dikuj tjetër, e nisë ligjeratën e ti me 3 thenjet i një filozofi kanades. Kështë fatkeqësi. Pse? Këtë rëgën se kë ka probleme serioze. Dhe çështja ti është shumë serioze. Pse është shumë serioze? Se i ka probleme vetë vetën, po këto probleme fatkeqësisht i transmeton të tjerët. Këtu delëm pa fjala e Imam Sirinit, Muhammed bin Sirinit, rahmetullahi alejhi. Inna hadha al-ilmu dinun. Fandhur amen takhuduna dinakum. Kjo dituri është fe, andaj shiqeni pikuj për mësoni. Kur njeri ta mëson fen, e s'thot ka thënë Allahu, s'ka thënë i dërguari i tij, sallallahu alaihi wasallam. Nuk thot ka thënë sahabët radhiyallahu anhum, ai nuk ka ilm. Nuk ka ilm. Sheikh Fawzani hafidhullah thot, dituria nuk është me pas njohuri për kulturat ndryshme, me pas njohuri për politikë, për biznes, për gjëra ndryshme. Dituria është me ditë me njoftë fen Allahut, po me njoftë me argumente, që ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi. Pse? Kur të njihet me argumente, atëherë arrihet qëllimi. Nëse s'njihet me argumente, atëherë njihet me gjëra të kota. Se në momentin që s'është domethënë me argumente, domethënë është me gjëra të pavlefshme. Edhe kjo është rruga e cila nuk ka sukses. Nuk ka kurfar suksesi. A ke pa këta të cilët bazohen zakonisht në eksperiencat e tyre. Edhe thojnë, jo kjo ka dhënë sukses. Kur të kqysh realitet, asnjë s'ka dhënë sukses. Shpesh na qërtojnë neve selefive, po kjo rruga juaj bile ka pas thonë njëri. Edhe 500 vjet me bo që shtu s'keni me arrit, me bo diçka, me këtë krenarinë e islamit. Po mirë, ju që u qut me këngritje, me të shtëqujtën për verë arabe, me protesta, demonstrata, rëgjuta ta e qëtë tjetën dhe një knena, ju qka rritet? Bo të gjak derdhja, i shkatrut musliman, o bo shkak mi vra musliman, o bo shkak mi shkatru gjamijat, objektet, padunshmëria, e humë sigurin, sa që njerëzit nuk kam pas sigurin me shku në gjamijat e Allah të zëgjel, nuk kam pas sigurin me shku në shkolla, në spitale, as kur kënë heq, dhe më thona që kjo zgjidhja? Zgjidhja me mirë që të Sheikh Albani, rahmetullahi alej, është zgjidhja që shka vepru për jamirë sësem, në periudhën me kase. Që ka vepru? Me davet. Po së ndalë për davetit, dhe më thonë gjitha të vite në Mekë, pastaj në Medine, diku mas 10 vite që ka bëhe gjithë, u këthu e ka shliru, dhe më thonë Mekën, edhe u forcu shteti islam edhe ma shumë. Edhe pse edhe ma herët është forcu Medine, se bëhe shteti Paris, islamin Medine. Pse do të me një këtë rrugë? Pse se kjo është rruga cilën ka bële gjithime Allah Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto rrugë tjera, mendimet e njerëzve, përvojat e njerëzve, eksperiencat e njerëzve, kur bin ndesh me Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato bin poshtë. Ne si musliman, jem thirrur me një Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se Allah Azza wa Jall ka porositur kështu. Kur ne muslimanët nuk i marrim këto, kush i merr këto? Kur kushesh, që si marrim, dhe dini Allah Azza wa Jall nuk ka të bëjë me mendimet njerëzve, as me eksperiencat e njerëzve. Dini Allah të zëgjel është shpallë për Allah, vahjun min Allah. Më thonë që ka shpallë Allah të zëgjel. Ka thonë Imam Zuhreu, min Allah i rësale, wa ala rësul e belag, wa alejna të slim. Prej Allah të shpallëja. Për pejgamberin se sa më është interpretimi, me ja kumtu njerëzve. Kërse për ne është më dorëzu. Allah të zëgjel thot një jetë kuranor, kul inne me undhirukum bil vahji. Kul inne me undhirukum bil vahji, thua jo Muhammed, unë për ju qëjtë të juve me shpallë. Kjo është argument shumë i madhë, që nuk ka këtu që është hajgarlaku, se që është neglijence. Jo, kjo është që është shpallës, vahjet. Allah Azza wa Jall, pasaj ka thëmë, fadhakir bil Kurani men yakhaf va'id, dhe përkujtoje me Kuran, atë i cili i friksohet kërsnimi, dhe më thonë, ose kërsnohet asaj që ka premtuar Allah Azza wa Jall, ose ka premtuar me dënshkim, ose me që ka premtuar dhe shpërblim. Kur njerëzit ti kanë parasysh këto, atë njerëzit janë rrugë të suksesshme. Ju rrugën e Allahut, rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kështu me radhë. Po ashtu Allah Azza wa Jall thotë: "Wa innahu latanzilun min rabbil alamin." Më të vërtetë ai Kurani është i zbritur nga Zoti i botrave. Nazala bihi ruhul amin. E ka zbrit ruhul amin shpirti fesnik Xhibrili alayhi salam.
qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. E ka zbrit në zemrën tënde që ti me qenë qërtues. Rusulan mubashirin wa mundhirin, do të thonë ka qërtu Allah azza wa jall pejgamber për gëzues dhe qërtues, për gëzues për ata që bëjnë vepra të mira, qërtues për ata që bëjnë vepra të këqija, bilisanin arabiyyin mubin, do të thonë me gjuhën e pastërt arabe. Nuk ka asnjë njollën tash, gjuhë e pastërt, e kthjellë, celoti. Po çka janë këto argumente këto? Ose do të thotë argumente që duhet më bazon Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është ajo që na ka bërë obligim Allah azza wa jall. Kur muslimani natë ditë shqetësohet pse tjerët që praktikojnë islamin, sidomos hoxhallarët ose davexhit, mirë po ata në fakt nuk ju flasin njerëzve me ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo tregon se ka një halal. I thonë halal defekt. Çfarë defekti? Defekt serioz. Se fenë nuk është të interpretu që ka thonë Allahu dhe që ka thonë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Shqetësoje në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një kohë shkurt që ka arrit me një grusht njerëzish. Dhe më thonë, me ja kthy krenarin dinit Allahut azza wa jall dhe min poshtë tonë ata mushrik, tonë ata jehudi, fiset e tyre, masane me u boball kurmangve, me u boball persianëve, kështu me radhë. Pse ka arrit? Se Allah azza wa jall i ka dhënë sukses u bazu, çush i ka thënë Allahu. Dikush mundet me thënë pa ka qenë i pejgamberi i Zotit, se shpesh njerëzit nxojnë arsyetime. Pejgamberi i Zotit, pa na ka porositur neve me rrugat e tij. Do të thonë, ai është pejgamberi i Zotit pa kufje dyshimin. Po na varësisht sa kem hisen në sunetin e tij, aq kena sukses. Nëse im të kapun shumë, kena me pas sukses shumë. Nëse im të kapun pak, kena me pas sukses pak. Në betejën e Uhudit, sheqedarëve pejgamberit sa ka caktuar një vend. Ka thënë fituar mëse humbi që tu keni me qëndru. Pa ata në ka kanë respektuar. Por si, ka ndodhë që ka ndodhë, masane Khalid ibn Walid, radiallahu anhu të kohë, s'ka qenë musliman. I ka sulmu për mrapa, dhe ka shkaktu disfat madhe sa që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas probleme, o lëndu. Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu i ka pas më shumë se 40 dhënë në trup i goditun. Të mundu me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa që ka shqit kurrizin e vet dhe ka thënë i dërguari i Allahut i ka thënë hyp në shpinën time ngjitu më lart. Radiallahu anhu mundu me shtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikh Uthaymin rahmetullahi alaihi, këta thotë kanë bërë veç një thyrje fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë që s'kan nuk e kanë dëgju, mu bind me qëndru aty që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ju kanë ndodhur që kanë ndodhur në mesin e ty në kom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po mesin ton, që nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që njerëzit mbushur me gjinoa thot, kjo alo don që njerëzit do të më këndell, ummeti, muslimanët do të më këndell, edhe njerëzit do të më pas parasysh se feja është ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, edhe këto me praktiko, sepse kjo rruga e dietarëve të hershëm. Selefit. Nuk mjafton me thonë njeri, e du Allahun, e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e du selefin, jam në rrugën e tyne, po duhet me praktiku. Do të thonë kjo gjadëtu selef. Gjadëtu selef, gjade ka thënë përpara rrugës të na, do të thonë rrugën e selefit, rrugën e drejtë, edhe kjo është rruga e cilën është kon atëherë, edhe duhet me qenë edhe tash. Çka thënë Imam Maliku rahmetullahi alaihi. Aje që s'ka qenë fejnë kohën e hershme, së është as tash. Më thonë, nuk bëmë e qelë rrisi. E kundër të kësaj, që e që konë fejnë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabë radiallahu anhum, muslimanëve të hershëm, është edhe tash fejnë. Edhe është deri sa të ka krijesa mbi sipërfaqen e tokës. Dhe më thonë, nuk bën ndryshe. Të çështjet e itikadit, bindjes, dietarët nuk kanë sjellë asgjë pi vekjes. Se kjo pjesë e akidës. Çdo gjë e kanë sjellë me argumente. Për këtë arsye, akuza që i bëhet Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabit, po dhe i Ibn Taymija si bëjnë disa mubtadi'a, disa bidaxhi që thënë kanë sjellë fe të re e kështu me radhë, nuk qëndron, ai vjen poshtë. Pse? Këta janë bazuar në argumente. Çdo libër se Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahmetullahi alayhi, viçë ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë sahabët, ose përmend dietarët e hershëm. Nuk ka aty po thëmë unë kështu, po thëmë e kam mendimin. Për kundrazi, veç me argumente. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alayhi, el-i'tiqadu laysa li
wala liman huwa akbaru minni. Akidja nuk më takon mu, do më thënë atë kuptim me sjellën e akide. Pas atyne që janë më të mëdhej se sa une, në elem, dituri. Do më thënë, el-itiqadu lillahi wa lirrasuli alayhi salatu wassalam. Akidja ta ka vetëm Allah dhe të dërguarit e tij. Allahu i bën legjitime këto sene, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi dikush tjetër. Për këtë arsye, e shohim që librat e selefit çdo herë janë, do të thonë, veç me argumente. Vetëm me argumente. Por mubtediat i shohim filozofojnë. Për një mesele sjell zis argumente logjikshme. Për një mesele tjetër sjell tregime ndryshme. Për një mesele tjetër eksperienca ndryshme. Të selefiu, të ahlus sunne wal jamaa çdo herë shën. Thuhet ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, ka thënë sahabët radhiyallahu anhum. Më thonë këtë formë. Pse? Do të më pas argumente. Pa argumente nuk ka asnjë sen. Për këtë arsye, edhe jo vetëm në akide, po në çështje dispozitave, do të thonë namaz, në xhirim, zakat është më radh. Çdo herë el suneti janë më rigoroz. Selefit janë më rigoroz. Edhe aty veprojnë me argumente. Pse? Allah azza wa jalla na ka edukuar kështu. Pejgamberi sa sa na ka edukuar kështu. Allah azza wa jalla kur i ka çortuar mushrikët ka thënë menzel Allahu biha min sultan. Për idhujt e tyne, ka thënë Allah nuk ka zbrit asnjë argument për ta. Ata e kanë qitë, dhe më thonë, i kanë shpik i idhujt, ju kanë qitë ana vetë. Dhe më thonë, latë, uzat, e kështu më ratë, kena me pa ma vonë. Pra, itikadi, akidja, bazohet në Kur'an, bazohet në ato që ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në Sahih Bukhari, në Sahih Muslim, në hadithet e sakta që transmeton nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo është një rregull që duhet me pas parasysh çdo kush se nuk ka mundësi asnjë njeri me pas akide vetë se duhet mu bazu me pas akide në sakt vetë se mu bazu në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe atëherë do të jetë i deviju. Do të jetë i deviju, nuk ka sukses dhe për fat keqësisht ata që zbazohen në ajetet dhe në hadithe dhe fat keqësisht janë shumë i shohim adhurojnë gjëra të kota. Bëjnë veprime të kota. Sidomos në kohën e sodit, sikur më pa bazuar në ajetet dhe hadithe, nuk ishin bërë shirk. Nuk i kishin adhuruar për shembull vorret e ndryshme në tokat arabe, në tokat islame ose vendin ton, po i kishin adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa taala. Kurse besimtari i sinqert, ai që njer rrugën e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai çdo herë bazohet në Kuran dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lutë Allah në azza wa jall me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që të na bëjë neve dhe ju nga ata të cilët e ndjekin fjalën e Allahut, fjalën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah na mësoft me marr dituri të dobishme, po me pas dobi për saj në vet, plus me bë dobi edhe të tjerë dhe doaja jonë në fundit është walhamdulillahi rabbil alamin.